Selam aleikum hoq, sot nuk mujta me mri gjuman në vakt. Am pranohet? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse ke arrit një rekat, atëherë plotson rekatin e dytë dhe quhet gjumaja. E nëse nuk ke arrit pra asnjë rekat, pra nuk ke arrit namazin, atëherë do falësh drekën. Fal drekën dhe unë e këshilloj çdo njërin që t'i kushtoj rëndësi namazit gjumas. Ka urdhër specifik në Kur'an, o ju që keni besuar, kur thirret për namaz në ditën e xuman, nxitonin përmendjen e Zotit. Lere dynjan, mundohu atë orar, pra që është xumaja, pushim. Shko fale namazin. Një gjysore në javë është. Gjysore në javë, shkëputu, më pas, falë xuman, pastaj gjithë javën angazhohu me punë. Ama atë gjysmë ore sa është xumaja, përgjigju thirrjes Allahut lartësuar. Mos e neglizho. Zoti të rujt.